Pas përfundimit të hetimeve, Prokuroria e Tiranës ka dërguar në gjyq 3 punonjës të burgut 313 në kryeqytet për shpërdorim të tyre. Efektivët e burgut, Bashkim Muça, Oldi Myzyri dhe Radion Maloku janë akuzuar për neglizhencë në kryerjen e detyrës, duke mundësuar kështu një tentativë arratise nga të burgosurit Arbër Çeka dhe Fatmir Pjetri, të cilët u përpoqën të arratisesh nga qelitë e burgut para 4 vitesh. Me 8 gusht të vitit 2021, dy të burgosur të panjohur Arbër Çeka dhe Fatmir Pjetri të arratisesh nga qelitë e burgut Jordan Misja 313 në Tiranë. Pavarësisht se ata nuk arritën të realizonin arratisjen, ngjarja shkaktoi një alarm të madh në radhët të autoriteteve të sigurisë. Gjatë tentativës, të dyja ta goditën një prej punonjësve të policisë së burgut, duke përshkallëzuar situatën e dhunshme. Skema e arratisjes kishte qenë mirë organizuar dhe përfshinte Arbër Çeka dhe Fatmir Pjetri, dy të burgosurit së bashku me një të paraburgosur tjetër, identiteti i të cilit nuk është zbuluar ende, kishin hartuar një plan për të shpëtuar nga qelitë e burgut, por nuk arritën të realizonin arratisjen. Sipas drejtorisë së përgjithshme të burgjeve, plani i arratisjes nisi me tentativën një të burgosurit për të prerë damarat e tij në mënyrë që të tërhiqte vëmendjen e stafit të burgut. Ndërsa autoritetet e sigurisë po përpiqeshin të dërgonin të paraburgosurin në spital, dy të burgosurit e tjerë Çeka dhe Pjetri shfrytzuan momentin për të provuar arratisjen gjatë orarit të ajrimit. Në momentet kur ata tentuan të iknin, ata u pikasën nga punonjësit e policisë së burgut, të cilët morën menjëherë masat për t'i kapur dhe neutralizuar. Gjatë tentativës, dy të burgosurit goditën një prej punonjësve të burgut, duke shtuar tensionin e situatës. Pavarësisht përpjekjeve të sigurisë, arratisja nuk u realizua dhe autoritetet arritën të kontrollonin situatën. Arbër Çeka është një emër i njohur për autoritetet shqiptare. Ai është dënuar për trafikimin e 613 kg kokainë, një ngarkesë e madhe që u kap në portën e Durrësit në vitin 2018. Lënda narkotike ishte fshirë në një kontier banane që vinte nga Ekuadori dhe ishte destinuar për kompaninë Arbi Garden. Në pronësi të tij, gjykata e lartë ka lënë në fuqi dënimin me 14 vjet burg për Çekën për veprën e tij të trafikut të drogës. Ndërkohë Fatmir Pjetri, antar i grupit kriminal të babagjyshve, ka qenë i përfshirë në një seri grabitjesh me armë në disa qytete të Shqipërisë, përfshirë Tiranën, Laçin, Fushkrujen, Kuçovën dhe Durrësin. Pjetri ka operuar në periudhën janar-dhjetor 2013, ku është përfshirë në disa grabitje të argjendarive.